4 gjëra që nuk duhet t'i ndash pas moshës 65 vjeç, mençuria e heshtjes për paqe të vërtetë. Përshëndetje miq të mi të dashur. Sot dua të flasim për diçka që prek të gjithëve ne, herët avon, atë moshën kur koha bëhet më e çmuar se çdo pasuri. Kur arrini moshën 65 vjeç, diçka delikate, por e fuqishme, ndryshon në mënyrën se si e shihni botën. Ambiciet që dikur ju udhëhiqnin, ato dëshirat të zjarta për sukses, për të arritur majet profesionale apo për të ndërtuar karriera të ndritshme, fillojnë të zbehen si një errësirë e lehtë në horizont. Dhe ajo që mbetet, si një dritë e qetë në mesnatë, janë pyetjet që vërtet kanë rëndësi. Çfarë është paqja e vërtetë? Si ta ruajmë dinjitetin tonë në mes të stuhive të jetës? Dhe ku e gjejmë kuptimin e thellë, atë që na bën të ndihemi plotësisht të plotë? Në këtë moshë, filloni të vini re se jo çdo e vërtet meriton të ndahet me botën. Jo çdo histori personale duhet të shpërndahet si një lajm i freskët. Dhe jo çdo heshtje është një humbje, në fakt, heshtja mund të jetë aleatja juaj më e madhe. Paqja në jetën e rritur shpesh nuk vjen nga ajo që thoni me zë të lartë, por nga ajo që zgjidhni të mbroni me kujdes, si një kopsht të brendshëm që nuk e hapni për të gjithë. Sot, kjo video do të eksploroj 4 gjëra që nuk duhet t'i ndani kur pas moshës 65 vjeç. Këto nuk janë sekrete të errëta apo mësime frike, por mjete të mençurisë dhe vetëruajtjes që mund të ruajnë ekuilibrin tuaj emocional, të garantojnë pavarësinë tuaj dhe të forcojnë vetvlerësimin tuaj të brendshëm. Le të imagjinojmë për një moment. Jeni ulur në shtëpinë tuaj të ngrohtë, me një filxhan çaji në dorë dhe dëgjoni bisedat e familjes. Një fjalë e vetme, një rrëfim i thjeshtë, mund të ndryshojë gjithçka. Por pse? Sepse pas 65 vjeç, marrëdhëniet tuaja janë si një mozaik delikat, një copë e gabuar mund ta prishë të gjithë tablon. Këto 4 pika vijnë nga përvojat e njerëzve si ne, nga historitë të vërteta që kam dëgjuar dhe lexuar, dhe nga reflektimet e mia personale. Do t'i marrim një nga një, me shembuj praktik, pyetje për ju, dhe këshilla se si t'i zbatojmë. Në fund, do të shohim se si heshtja nuk është fundi i fjalëve, por fillimi i një paqeje të thellë. Le të fillojmë. Pika 1. Heshtja e parave. E para, dhe ndoshta më e rëndësishmja, heshtja e parave. Pas moshës 65 vjeç, mësoni ta mbani private situatën tuaj financiare. Kjo nuk do të thotë të jeni të izoluar apo të mos ndihmoni kur familjen, jo, është e kundërta. Është një mbrojtje e zgjuar që ju lejon të jetoni me dinjitet dhe pavarësi. Le të mendoni pse kjo është kaq e rëndësishme. Transparenca e plot financiare mund të ndryshojë balancën e marrëdhënieve në mënyra të papritura. Për shembull, imagjinoni se i tregoni fëmijëve tuaj se keni kursyer një shumë të mirë për pension. Çfarë ndodh? Bujaria juaj e zakontë, si të blini dhurata për nipërit apo të ndihmoni me faturat, mund të shihet si një detyrë e pashmangshme, jo si një zgjedhje e lirë. Ose, nëse jeni ende të pavarur financiarisht, pavarësia juaj mund të perceptohet si një sfidë nga të tjerët, duke krijuar tension. Pse nuk ndihmon më shumë, ose apo na lë pas dore? Këto nuk janë gjithmonë qëllime të këqija, shpesh vijnë nga shqetësimet e tyre, por mund të rëndojnë paqen tuaj. Unë kam dëgjuar histori të vërteta që ilustrojnë këtë. Një zonja e quajtur Maria, 68 vjeç, i tregoi gjithçka vajzës së saj për kursimet e saj. Pa pritur, çdo bisedë bëhej për ndihmën dhe Maria u ndje si një bankë familjare, jo si një nën. Pavarësia e saj u zhvesh gradualisht dhe me të, edhe gëzimi i saj për të dhënë pa kushte. Të qenit i matur, pra, ju ndihmon të vendosni kufi të shëndetshëm. Parat duhet t'i shërbejnë qetësisë suaj, jo të bëhen një mjet për të lejuar të tjerët ta kontrollojnë atë. Atëherë, si ta bëni këtë në praktikë? Filloni duke krijuar një plan personal, diskutoni vetëm me një avokat ose këshilltar financiar, jo me familjen e gjerë. Kur pyesin për financat, thoni diçka të përgjithshme si, jam i mirë, faleminderit që pyet. Kjo nuk është gënjeshtër, është vetëm mbrojtje. Dhe pyesni veten, çfarë do të thotë për mua të mbaj sekret këtë? Jo fshehtësi, por privatësi që ju lejon të jepni kur doni, jo kur prishet. Në fund të fundit, parat nuk janë vetëm numra, janë liria juaj për të jetuar ditët e mbetura me gëzim, pa presion. A keni ndjerë ndonjëherë se një bisedë përpara ka ndryshuar dinamikën familjare? Mendoni për të. Tani, le të kalojmë te pika e dytë. Pika 2. Helmi i dhimbjes së kaluar. Në çdo familje ka plagë të pashprehura, ato histori të vjetra që si gërvishtje në zemër nuk shërohen plotësisht. Pas moshës 65 vjeç, tundimi për t'i rihapur ato rritet. Koha duket më e shkurtër, ditët më të pakta, dhe dëshironi t'i mbyllni hesapet para se të jetë vonë. Duhet t'ia them, mendoni. Por, miq të mi, kthimi tek ato dhimbje shpesh nuk sjell paqe të vërtetë, por rindes ndarjet që mund të zgjasin vite. Mençuria e vërtetë qëndron në përpunimin e shpënimit në heshtje, me reflektim dhe lutje, jo me konfrontim të ashpër. Të lëshosh do të thotë të mos pretendosh se dhimbja nuk ekzistonte. Oh, jo, ajo ka lënë gjurmët e saj, por të ndalosh së kërkuari që të tjerët ta kuptojnë plotësisht.
Sepse, shpesh, kuptimi I tyre nuk do të vijë asnjëherë, dhe kjo nuk e bën dhimbjen tuaj më pak të vërtetë. Le të marrim një shembull real. Zoti Ardit, 72 vjeç, kishte një grindje të vjetër me vëllain e tij për një tokë të trashëguar. Pas pensionit, ai vendosi ta hapte plagën në një darkë familjare, ti më ke tradhtuar. Rezultati? Vëllai u mbrojt, fëmijët u ndanë në kampe dhe Arditi u ndje më I vetmuar se kurrë. Në vend të kësaj, imagjinoni sikur Arditi kishte zgjedhur heshtjen, të shkruante ditarin e tij, të fliste me një terapist ose thjesht të falte në zemër. Kjo do ta kishte lënë hapësirë për kujtime të mira, jo për helm. Si ta praktikoni? Filloni me një ritual ditor, çdo mbrëmje, shkruani 3 gjëra për të cilat jeni falënderues, duke lënë dhimbjen të kalojë si një re. Lutja ose meditimi, çfarëdo që respektoni, ndihmon të transformoni atë helm në forcë. Dhe mbani mend, të mos ndash nuk do të thotë të harrosh, do të thotë të zgjedhësh paqen mbi hakmarrjen. Pyesni veten, a do të më bëj kjo bisedë më të lumtur sot, apo vetëm më të lodhur? Shpesh, përgjigjja është e qartë, merrni një frym të thellë. Çfarë dhimbje e keni mbajtur brenda? A është koha ta lëshoni në heshtje? Tani, drejt pikës së tretë. Pika 3. Hije e trashëgimisë. Asgjë nuk I zbulon më mirë tensionet e fshehta të një familjeje se sa tema e trashëgimisë. Vetëm të flasësh për të, kjo shtëpi do t'ju shkojë të gjithëve, ose kursimet I kam ndarë kështu, mund të zgjojë rivalitete të vjetra, krahasime të hidhura dhe dyshime të thella. Pse ati më shumë? Unë kam nevojë më të madhe. Këto fjalë mund të kthehen në një stujë emocionale. Mbajtja private e planeve tuaja të trashëgimisë është një gjest mbrojtjeje, jo fshehtësie egoiste. Trashëgimia juaj nuk duhet të bëhet një negociat para kohe, ku çdo copë pasurie matet si një peshore e padrejtësie. Ajo që vërtet e përcakton trashëgimin tuaj nuk është ndarja e pasurive materiale, por kujtimet e ngrohta, mësimet e jetës dhe stabiliteti emocional që lini pas. Është mënyra se si keni mësuar fëmijët tuaj të jenë të mirë, jo sa para keni lënë. Një histori që më ka prekur, zonja Frida, 67 vjeç, foli herët për trashëgimin e saj me 3 fëmijë. Papritur, bisedat u kthyen në grindje, unë kam fëmijë, ajo jo. Frida u ndje si një gjyqtar, jo si një nën. Nëse do ta kishte mbajtur private, do të kishte krijuar një testament të qetë, duke u fokusuar në letra falënderimi personale për secilin. Kjo do ta kishte lënë trashëgimin si një dhuratë të pastër, pa hije dyshimi. Këshilla praktike? Konsultohuni me një noter ose avokat, shkruani planet tuaja në fshehtësi dhe ndani vetëm pas largimit tuaj. Ndërkohë, ndërtoni trashëgimin emocionale, tregoni histori familjare, jepni këshilla pa kushte. Pyesni, çfarë do të donte trashëgimia ime të ishte, një luftë apo një urë? Kjo zgjedhje ju bën të fortë. Imagjinoni trashëgimin tuaj si një letër dashurie. Çfarë do të shkruani sot? Dhe së fundi, pika e 4. Pika 4. Pesha e frikës. Me moshën vjen një ndërgjegjësim I thellë për brishësinë e jetës, humbjen e shëndetit, largimin e të dashurve, fundin e të gjitha gjërave të bukura. Ndarja e këtyre frikërave mund të duket çliruese në moment, kam frikë nga sëmundja. Por, rrezikon t'ju lejoj ato t'ju përcaktojnë, duke u kthyer në një narrativ të vazhdueshme e ankthit. Nëse familja ju sheh vazhdimisht të shqetësuar ose të pasigurt, ata mund të fillojnë, madje pa dashje, t'ju kufizojnë, mos dil sot, është e rrezikshme. Ose t'ju trajtojnë si dikë që duhet menaxhuar në vend që të respektohet si një individ I pavarur. Kthejeni frikën në reflektim, shkruani ditarin tuaj të frikave dhe mësoni prej tyre. Krijojeni momente gëzimi pavarësisht pasigurisë, një shëtitje në park, një libër I ri, një telefonat me miq. Çdo herë që veproni me qetësi në vend të ankthit, ju ripërcaktoni se çfarë do të thotë të plakeni me dinitet. Frika mund të trokas në derë, por është mençuria që vendos nëse do ta lejoj të hyjë. Shembull, Zoti Franz, 70 vjeç, ndante frikën e tij për vetmin me të gjithë. Fëmijët e tij filluan ta mbronin duke e kufizuar, asnjë udhëtim, asnjë rrezik. Franci u ndjej I burgosur. Kur ndaloi së ndari dhe filloi të bashkëbisedonte me një grup miq, zbuloi gëzim të ri. Tani, frika është aty, por nuk sundon. Praktik, çdo ditë, listoni 3 gjëra që mund t'i kontrolloni, si një vakt I shëndetshëm apo një hobi. Lutja ose falja ndihmon. Pyesni, apo e ndaj frikën time për lidhje, apo për të humbur kontrollin? Çfarë frike ju troket sot? Si do ta ktheni në forcë? Përfundim. Paqja nuk gjendet në zhurmën e rrëfimeve të pafundme, por në disiplinën e asaj që zgjidhni të mbroni me zemër. Flisni më pak, kuptoni më shumë dhe lëreni heshtjen të. Bëhet hapësira ku mençuria juaj merr frymë lirshëm. Kjo është fuqia e heshtur e moshës, të mishëroni paqen edhe kur bota lëkundet rreth jush. Faleminderit që ndave këtë kohë me mua.
Nëse kjo video ju preku, pëlqeni, komentoni pikat tuaja dhe abonohuni për më shumë reflektime si këto. Çfarë do të mbronit sot? Shkruajeni poshtë. Paqe dhe bekuar të jeni. Shihemi herën tjetër.